E tani kemi një linjë direkte kolegun tonë Avgustin Paloka nga Brukseli, me cilin do të flasim për mesazhin kryesor që dje Kallas e dha në Kosovë pra për heqjen e masave. Atëherë Avgustin, përshëndetje. Përshëndetje, Donika. Atëherë Avgustin, në mesin e disa kërkesave që Kallas dje i pat për liderët e Kosovës, kryesorja ishte ky lajmi që dha për heqjen e masave, tha se masat ka nisur të heqen gradualisht. Cilat janë informatat që Avgustin i keti për këto masa, ose si është mënyra, cila është mënyra paraparë për heqjen e tyre? Në fakt, pasi që fjala është për masa që janë miratuar në mënyrë krejt jo transparente, të pa qartë, jo zyrtare, pa ndonjë dokument të botuar me masat e sakta, atëherë është vështirë edhe të kuptohet se si po hiqen dhe cilat po hiqen. Ajo që kemi dëgjuar sot gjatë ditës është se janë hequr vetëm 2 masa dhe ato janë krejt simbolike. Pra, rifillon puna e disa nën komisioneve mes Kosovës dhe BE-s në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit, si dhe asistenca teknike për Kosovën në kuadër të kornizës investimeve në Ballkanin Perëndimor. Këto janë të vetmet që përmenden, ndërkohë që thuhet se deri tek ky vendim është ardhur pas diskutimeve që kanë pasur ministrat e jashtëm në prill dhe si pasojë, siç thuhet, zhvillimit të qetë të procesit të zgjedhjeve në Kosovë më herët gjatë këtij viti. Thuhet po ashtu se Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Veprimit të Jashtëm po i mbajnë të informuara vendet anëtare për këto. Mirë po unë sot kam dëgjuar nga së paku 4 vende anëtare se nuk janë në hollësi të informuar dhe se nuk e kanë të qartë se çfarë po bën Komisioni Evropian rreth heqjes së masave dhe cilat do të hiqen. Prandaj në këtë moment vlerësimi është se pos këtyre 2 masave që përmendëm, nuk ka masa tjera që janë hekur dhe që do të hiqen së shpejti. Përkundrazi, thuhet se disa vende anëtare, e këtu posaçërisht përmenden Franca dhe Italia, insistojnë në atë fjalin që ishte dhënë kur ishte shpallur se po hiqen masat gradualisht, se përpos në termin heqje graduale të fokusohen edhe në atë termin heqje graduale paralelisht me veprimet e autoriteteve të Kosovës drejt depërshkallëzimit. Pasi që veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës në veri nga vendet e Kvintit dhe nga BE-ja janë kritikuar dhe janë quajtur si veprime që nuk çojnë drejt depërshkallëzimit, atëherë kjo na lën të kuptojmë se nuk ekziston tash në këtë moment një gatishmëri për heqje të mirëfillt të masave që do të kapnin edhe zhbllokimin e fondeve të Bashkimit Evropian që janë të bllokuara për Kosovën, por më shumë është fjala për disa hapa simbolike. Dhe Augustina, po i bie tani që BE-ja do të vazhdojë ta mbajë të kushtuar Kosovën në këtë formë përmes këtyre masave? Po, siç u shpreh sot një diplomat, masat janë sikur një cak lëvizës që Komisioni Evropian dhe disa vende anëtare po e lëvizin. Në fillim kishin të bëjnë vetëm me tensionet në veri, ndërsa tash përmenden edhe disa gjëra tjera, përmendet madje edhe krijimi i institucioneve të Kosovës, sepse heqja nuk do të kishte shumë kuptim nëse nuk ka Bashkimi Evropian një partner në Kosovë me të cilin do të mund të punonte. Prandaj mbetet shumë e paqartë se si do të shkojë kjo. Kur u vendosen masat, ato u vendosen me një shpejtësi marramense brenda disa ditësh dhe tash për heqjen e tyre po diskutohet më shumë se një vit. Pra, qartë shihet qëllimi që përmes tyre masave të mbahen disa kushtëzime ndaj Kosovës dhe për çfarë qëllimesh, kjo është krejtësisht jo transparente nga ana e Bashkimit Evropian. Por gjithsesi, vazhdojnë të thonë se mungesa e hapave të autoriteteve të Kosovës apo hapat që nuk shkojnë në drejtim të dëshirueshëm për BE-n janë edhe arsye pse nuk po shkohet drejt heqjes së plotë të këtyre masave. Dhe Augustin, edhe një pyetje krejt në fund. Sa është e rëndësishme që Kosova në këtë kërkesën e BE-s për të vazhduar dialogun dhe për të rinisur këto takime, të shkojnë në këto takime pas heqjes së këtyre masave? A mund vi deri te një vendim i tillë ku Kosova mund të ulet në tavolinë e dialogut pa masa, apo duket e paarritshme kjo çështje? Nuk e di së pari a do të kushtëzoj Kosova pjesëmarrjen dhe kush në emër të Kosovës do ta kushtëzoj pjesëmarrjen. A ka Kosova institucione të cilat do të kishin mandat të plotë për të marrë pjesë në takime të tilla të dialogut. Prandaj zonja Kallas edhe përmendi nevojën që sa më shpejt të themelohen institucionet në Kosovë. Fakti që Bashkimi Evropian
takimet e zonjës Kallas i paraqiti si takime me zyrtarë të partive politike, dëshmon se kanë disa rezerva ndaj autoriteteve të Kosovës, ndaj qeverisë, që është qeveri në largim, qeveri teknike, qeveri në dërheqje apo çfarë do të qoftë, pasi që antarët e qeverisë janë edhe antarët të kuvendit. Prandaj duket se këto paqartësi po kanë ndikim edhe në kontakte me faktorin ndërkombëtar. Dhe në këto rrethana, pa krijimin e institucioneve, unë nuk e shoh të mundshme rifillimin e dialogut, së paku jo një rifillim të mirëfillt ku do të kishte edhe rezultate konkrete. Pra duhet pritur që Kosova së pari të formojë institucionet, do të ishte mirë sikur të kishte një qëndrim të përbashkët për qasje në dialog, e pastaj të shohim se si do të shkojnë gjërat, sepse edhe ashtu në më shumë se një vit nuk ka pasur lëvizje në kuadër të dialogut, e sidomos nuk do të mund të kishte lëvizje pozitive në këto rrethana kur Kosova është duke jetuar me paqartësi institucionale. Atëherë Augustin, falenderoj shumë që ishe në këtë linjë direkte sot me ne. Ju falenderoj po ashtu. Dhe edicionin e vazhdojmë për